Bazë kësaj liste që po jep të bashkëpunimeve, të investimeve, të bashkëfinancimeve, po del që ma shumë kanë kontribu të jashtëmit në viti se sa qeveria Kosovës? Po, shumë më shumë, më me thonë 90% më shumë. Për shkak se gronti edhe buxheti i rregull që qeveria e Kosovës këtë 4 vite për shembull që ka ndo, edhe e nuk ka marrë. Për shkak se ne investimet kapitale në vitin edhe sot e kemi 3 milion, i kemi posë më të vogla, ndërsa 8.7 milion qeveria e Kosovës ne ka marrë. Përveç reperkusione të tjera financiare që një quajtë do të një inhibicioneve edhe ndërhyrjes në autonominë financiare, të tatimi mbrojnë, ku jemi dëmtuar të tjera, pa të drejtë, për shkak se niveli qendror dhe Kushtetuta e Kosovës i njeh 2 nivele, nivelin qendror dhe nivelin lokal. Nuk njeh zyret ndërmjetme, zyre regionale. Zyret e ndërmjetme, unë i kam pasur inhibitor të ngadalësues, të apo pengus të përshpejtimit, koordinimit nivel lokal, nivel qendror. Apo inhibicione në shumë projekte, në shumë koordinime, cilat ka nevojë niveli lokal, me marrë për niveli qendror. Mos harrojmë vetë se niveli qendror ka 2/3 të buxhetit. Orientimi dhe përgjegjësia gjithmonë bie mbi nivelin lokal. Ju e keni po edhe debatet vetëm me kryetarët komunave, me ministra, me kandidatë, asnjëherë nuk bën kuptimin e mirëfillt të transparent, kur ata e kanë 2/3 të buxhetit. Është mirë, do të thonë, është mirë ata me qenë transparent dhe llogarithancë këtë kuptim, për shkak se buxhetin e shpërndajnë sikur ata shiqerat e Bilallit që i themi ne, ka qenë kryetar